Mirë se po takohemi të dashur miq të emisionit Familja Jon, mirë se ju gjejmë edhe në këtë vit që do ta kalojmë bashkë. Këtë të diel, emisionin Familja Jon e nisi me Dr. Arsim Elezaj, otorinolaringolog, me të cilin flasim për sinuset, shkaqet, simptomat dhe trajtimin e tyre. Fillon një kongestion nazal, një ajtje e mukozës të hundës dhe e hapësirave paranazale. Ndjenje presionit në pjesën e regionit maksillar, faqe dhe regionin frontal dhe në mes dy syve ku projektohen etmoidet. Në pjesën e dytë së bashku me ginekologën doktoreshën Drita Kabashi, diskutojmë për kancerin e qafës së mitrës dhe infeksionin HPV me fokus në parandalimin dhe kontrollin e hershëm. Shkaktarët e kancerit të qafës së mitrës. Në 90% rasteve janë infeksionet e shpeshta, sidomos me human papillomavirusin. Për shembull, një gjakderi që është jo normale, jashtë ciklit, një gjakderi që zgjat 2 javë. Nuk ka gjakderi që është domethënë për mendimin tim, të jap sharojat e pacientëve. Nëse një gjakderi domethënë zgjat më shumë se një javë, duhesh me bëni vizitë mjekësore. Në rubrikën e kuzhinës bashkë me nutricionistën dhe dietologën Albulena Shabani Lazi, sjellim recetën e gjelbër të detoksit për shëndet dhe energji. Këtë rast nëse merret mëngjes ndikon në hormonin e urisë, edhe gjatë ditës domethënë ndiheni më të ngopur edhe nuk keni më të prumë ëmbëlsira. Takohemi këtë diel në ora 16 në Kanal 10. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.